Jam në Skenderaj në tubimin përmbëllës të PDK-s, i cili sapo ka filluar. Nuk jam këtu vetëm për ta përcjellur tubimin përmbëllës të PDK-s, por edhe për ta intervistuar Gzim Qerimin, një mik i im i cili tashmë kandidon në listën e PDK-s për deputet për zgjedhjen e 20 dhjetor. Normalisht do të tentoj ta marr në prononcim të shkurtër edhe Sami Lushtaku, njërin kryesor të PDK-s në Skenderaj. Zotni Lushtaku, probleme bën intervistën me ty kështu për jashta. E vërtet është. Unë të pishta me kom tërë në kom, dhe për mu qytetari është më e rëndësishëm se gjithçka tjetër. Herën tjetër do të më të ftun në zyre për në mujtë me bë lehtë intervistën kështu pa ndërprerje. Ç'është po shkon fushata? Unë besoj që puna jonë, angazhimi jonë nuk po çare pa jepë rezultate. Kështu që pres që Partia Demokratike në kohën e fortë, e bashkuar dhe unike. Unë kam ardhur për një shok temin që është kandidati PDK-s, Gzim Qerimin, profesorin Gzim Qerimin. Po ç'është ke pa kandidaturën e tij, ose është një figurë e re në PDK? Unë mendoj që Gzimi ka bo ner Partisë Demokratike, është një djalë i ri, është një djalë i përgatitur, është një qytetar i mirë i komunistit. Të të takimi, tubimin. Po jo, po të ishte një tubim madhështor, një sinjal i parë që PDK-ja po rritet, po fuqizohet dhe është një shpresë e madhe edhe për Kosovën, sepse Bedri Hamza prej janar do të jetë kryeministër i Kosovës. Dhe Kosova do të ketë zhvillim edhe në ekonomi, do të ketë arsim më cilësor, dhe të jetë kohë do të kemë raporte më të mira me aleatat tonë. Pra pa vip me shujmë Thaçin edhe Veselin. Po, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli janë sinonim i lirisë tonë, sinonim i pavarësisë tonë, dhe kjo është mesazhi më i mirë që sot Drenica e përçoi për gjithë Kosovën. Kushtrimi i fitores dhe i ndryshimit filloi sot në Drenicë dhe do të vazhdoj me Prishtinë, Prizren, Perizaj dhe këtë Kosovën. A do të jesh ti deputet i ardhshëm i Kuvendit të Kosovës? Do të janë prishmëritë tua personale? Po, do ta kem derën që t'i përfaqësoj qytetarët e Drenicës dhe gjithë Kosovës në mënyrë më të mundshme, me gjithë dijen, përgatitjen profesionale, do të jem në shërbim të qytetarëve të vendit.